Përshëndetje miq, përshëndetje shok, shoqe, motra e vëllezër shqiptar, kudo që jeni, kudo që po merrni frymë në tokën e shtrirë si djepi. Në këtë kohë të bukur me frymë e freskët, një ditë para se ta përjetojmë hënën e plot. Është një paraqitje me shkas. Një kohë gjatun këmë dhonë lajme se njerëzit pun t'i bojnë një ditë dy para hënës plot ose pas hënës plot në tregjet financiare, për ta rregullu algoritmin dhe transaksionet financiare. Dhe të gjitha tregjet financiare kontrollohen nga njerëzit që janë të lidhur me shoqërinë jezuite. Janë njerëz të mençëm, kanë mësuar shkollë, kanë afruar njerëzit e dijes rreth dhe e bojnë lojën ashtu siç kanë qef. Mirë, po kjo me hën normal lidhet edhe me situatën aktuale ku jam unë, me lajmet rreth nesh, çka po ndodh. Nuk do të zhatem shumë se Facebooku tani i largon videot paraqitjet live, po do ta marrim këtë me ekipin dhe do ta përpunojmë dhe do ta fusim në YouTube. Unë, si qytetar, si njeri dhe shqiptar, me fe shqiptare, shokëve dhe shoqeve ju këmë thonë na donë 5 vjet. 5 vjet na donë me ndo fejen prej besimit. Se fe është e Shqipës, fjala fe nuk përmenet në Koran, nuk përmenet në Bibël, në librat e shenjtë, po është thjesht burimore, shqiptare dhe vetëm Shqipja e zbërthem fjalën fe. Një pjesë e njerëzve që janë tjetërsuar dhe nuk duan ta pranojnë këtë gjë, është e drejtë e tyre. Mirë, po një pjesë që nuk i kuptojnë këtë gjëra, që janë intelektual, kanë pak emër, nam, famë, është mirë të mos flasim për gjërat që nuk i dinë, ose që nuk kanë kalu. Tani unë e njihna si një njeri që flas në lidhje me tekstin e shkruar në original që quhet libër që ne e njohim si Kuran. Tani më e keni kuptu se Kurani si libër dhe puna e këtyre që pretendojnë që besojnë Kuranin është si nota me ditën dhe s'ka kur gjot për bashkët. Pra misionin e parë e kum kry me sukses. E kum dal librin Kuranin prej punëve, veprave dhe fejës së hoxhallarëve që e quaj fe e Bagdadit. E kemi edhe fjalën komp. Ju që jeni tani me frekuencën 47 në pasqyrë 74, kur të polemizoni me mirësi. Ata që pretendojnë se janë pak më ndryshe se ju, janë ma afër me Zotin, mirë po manifestojnë diçka çka nuk është urdhër, nuk është tekst i shenjtë, ju duhet me gisht me ju thonë, shkoni Kuran, dhe Kurani lexohet nga e djatha në të majtë. Në surën e parë që i ka 7 ajete, kur kon ati nuk përmenet fjala namaz. Se zakonisht këtu bëhet lufta me fjala salat. Mirë po, fjala din përmenet. Është ajeti 4 melek i jomit dejn.
me përkthy shqip me lek. Lekët janë lek. Leku, sundon leku. Edhe sot, në këtë jetë ku jemi ne, sundon leku me lek. Sundus është leku. Leku e udhëheq lojën. Ne e përkthejmë sunduesi mbreti i ditës borxheve. Në momentin kur kemi dalë ne në dynjon, dëgjoni mirë se shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Jemi borxhli. Ke marrë një farloj amaneti. Në ajetin 10-11 të surës 7 Araf e kuptojmë se Zoti, krijuesi i vërtet, Ilahi, i vërteti, kur na ka krijuar të gjithë për me një herë. Dhe të gjithë dhe për me një herë na ka dhonë edhe formën. Pastaj vjen fraza dhe u them engjëjve. Tani engjëjt kush janë? Bëni sejdë për Ademin. Ademi kush është? Ne të gjithë mendojmë se Ademi është një njeriu i parë. Mirë po, në Kur'an fjala Adem do të thot krijes prej gjakut, prej mishit. Në fjalën emrin Adem ban pjesë edhe mashkulli edhe femra. Dhe engjëjt, të gjithë engjëjt bën sejdë. Fjalën sejdë më e keni kuptu. Fjala sejdë është kur pika përfundimtare bashkohet me pikën fillestare. Në trajektore. Për shembull, sikur e kemi diellin se nga Kurani e ku marr këtë mësim, se edhe dielli ban sejdë. Edhe mua më ka interesuar çfarë veprimi kryen dielli. Dielli kryen çdo ditë, lind dhe perëndon. Domethënë ka pikën. Ati pika e takimit kur takohet pika përfundimtare me pikën fillestare. Kjo është kuptimi i fjalës sejdë. Pra, engjëjt të gjithë i bën sejdë njeriut. Për gjakut dhe mishit, nëse njeriu e mba lidhjen e tij me Zotin e tij. Këtë keni të ajeti 11 të surja 7. Dëgjoni mirë, se shumë e rëndësishme kjo. Nëse shkoni të surja 33, të ajeti 72 nëse nuk gabojmë. Të ajeti para funit i surës 33, që është surja Ahzab. Parti. Ati e mormi një informacion për amanetin. Ne e paracitëm amanetin, e refuzuan qijet, e refuzoj toka, e refuzuan malit. Por njeriu e mor amanetin. Çfarë amaneti ku morën? Ti çfarë amaneti ke marrë? Dhe më thonë, kemi marrë amanet. Dhe pastaj, vazhdim taj ajet është informacioni, njeriu insan, jo besher, njeriu insan e ka marrë amanetin. Pse e morë? Përdorën dy fjalë. Pse ishte gjahil, dhe me gjahiljetin e ti i boni zullum vetvetes. Kjo fjala gjahil e ka zbërthyja agroni, etimologu ynë shqiptar, është shqip, gjo me hile. Gjahil nuk është ignorant, që nuk di shkrim dhe lexim. Gjahil, që këto e përktheni paditur e kanë gabim, nuk është gjahili paditur. Gjahilat këtë din me shkrujt, me lexu, janë të mençëm, janë pozitat larta shtetërore, funksionojnë në të shumë vende. Gjahil është kuptimi gjo me hile, kur ti e imponon të vërtetën tonë që nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Dhe
normal, kur e imponon këtë gjo, atëhere vjen zullumi. Zullumi, dhe me thonë, lum. Lumi. Lumi është ai uji i pest me një tas ose me një kofe. Dhe shkojmë të ajeti gjithashtu, i surës Araf, me kuptu pak ma mirë se nuk kemi kotë në këtë dynjo, është ajeti 172 gjithashtu, nëse nuk gabona, ati kur ne morëm informacion se të gjithë kemi dëshmu. Çka kum dëshmuun? Ku kum dëshmuun? Me çka kum dëshmu? Edhe përmenet fjala enfos. Qire? Fjala enfos. Dhe me thonë, kujtoj kini përkthejmë ashtu, kur prej shpinës e Ademit i nxorri gjithë dhe Zoti ju tha, nuk jam Zoti juaj dhe të gjithë shpirtrat. Kjo të gjithë do ta shpjegoj tani, thanë po dëshmuan, ti e Zoti jon, dhe në fund e keni një fjalë gafilin, gafila, pa vëmendshëm. Pra, me qëto ajeti që i përmenat, ajeti 11, ajeti para funit të surja 33, dhe prapë që ju ktheva të kia jet, është interesant se ne kemi dëshmu, se është fjala enfus, fjala nefs, dëgjoni mirë, fjala nefs në Kur'an është në njëjës. Enfus është shumësi i kësaj nefs. Mirë po ka dhe shumës më të madhë, se kjo enfus është nufus, që është e surja e tekfir, që vjen ajo fraza va i dha nufusu zuvigjet, kur shpirtrat, të gjithë shpirtrat qiftizohen me trupa të ri. E keni një dokumentar, shpirtrat kines, shpirtrat shqiptar, shpirtrat ros, shpirtrat rom, bashnjak, të gjithë botën tjetër kanë mu qiftizu me trupa të ri. Mirë po kjo enfus, përmenet të kia jeti i surës Araf, që do të thot, unë, në botën e dëshmis, dhe ti që flat shqip si unë, kur e ke marrë amanetin, ke nënshkru me dalë në këtë dynjan si shqiptar. Feja është gjak, feja është frym, feja është fetus, është embrion, se të gjithë kemi qenë mitrat e nënave tona. Nëse nuk e ki qarti intelektuale se qka është fjala fe dhe e përzin me komp, është krejtësisht diska tjetër, do është reflektojsh. Feja është natyrshmëri, se cili e ka fejën e ti. Feja ime është përcaktu atje ku e ku marrë unë emanetin. Enfus, fjala është enfus, nuk është shumë si më i madh i kësaj enfus nufus. Pra, në botën e ezelit, në botën e amshimit, si software, si program, as a piece of information, unë e ku marrë emanetin, me dalë në këtë dynja, edhe vete ku më zedh, me dalë në shkup, dhe me dalë shqiptar dhe me vdek si shqiptar. E kini qartani. Kush e trahton këtë punë kam i pas helaq, zullum, si që janë duke përjetu shqip forsat në Macedoni. Unë bëj thirrje të Zot rrite arrogancën më të madhe të kryeministrit Macedonisë Mickovskit. Rrit akoma më shumë ta preke fundin, se këto qka janë sot qeveri, me a fut edhe grushtin goj heshtin. Sot 11 autobusa prej Macedonijës, me flamurat shtetit Macedonijës, kanë shku në Beograd me përkra Vučićit. Tani ne du të me bo një pytje, i kujt është ki shtet? E dojnë këtë shtet. Pra ndaj e shkrujta një status dhe mora si shembull kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmetin, se Ali Ahmeti e do shtetin e Macedonisë më shumë se sa e do Petar Bogojevski. Petar Bogojevski dhe Mickovski, nëse do një me dit, ka origjinë shqiptare. Origjinë shqiptare. Dhe u duke lujtë rolin e Miloševićit,
me zgju shqiptarihën këtone, me zgju. Po këto kanë mbet pak shqiptar, nuk është se kënë Kosovë para shekullit 21. E keni qartë ajo, me kuptu se qka është filozofia e shkakut dhe të kauzalitetit. Pra, sot kanë shku 19 autobusa, ka 50 vetë, bojmë 500 vetë, edhe një ati 550 vetë me flamur qytetit Maqedonisë kanë shku në Beograd me përgraf Vučićin. Dhe Mickovski, provokimin e parë, ua ka bo që e ka bo Stojlkovićin. Provokimin e dytë, ua ka bo këtyre, parti për mu, krejt janë të njëjtë, ka njerëzit mirë dikon. Po hinën loje, këtë rastu fejën tone, shqiptarien tone, je ashtu që shje, kërkoj ndihmën e Erdoganit, ta shumë e ju ndihmën Erdoganit, unë kam ju përkra, Jeni bo salata, kastraveci një bo. Pse? Pse e keni trastu fejnë e juve. Atë që e shpjegova ma heret. A ko be turp matë malë, ka do me rrejnti. Tim Shkupin që ka linë Shkup, që ka marrë amanet në botën e Zelit, parlamentin e Maqedonisë, në sobronjën e Maqedonisë, ti dërë thuje, ma shqiptarësit Tim Shkupja, ti rrancje, ti nuk e do flamurin shqiptar. A njeri që e do flamurin shqiptar nuk shkon në sobranje, nuk e merr rrogën e ventilatorit, ka e rrenti, ka do me rrent, Tim Shkupina, ti ke shku në sobranje me mbrojt flamurin e Maqedonisë, se e merr rrogën, me bo shtetin e drejt, me funksionu shteti drejt, mos mu ju marr as kujt e drejta, mos mu ju prek liria as kujt, mos mu keq përdor as kush. Edhe ti thu, familja jeme janë shqiptar, ti shqiptar. Ti dush me shku me ndru emrin, dhe mbi emrin, mu ba shqiptar me pranu amanetin që e ke marrë në qiell që e ke trastu. Ju që jeni në parlament, keni shku atje për me sjell lesh dhe drejtësio, me ka thu që jeni shqiptar. Shqiptari nuk shkon sobronje. Unë jam shqiptar. Me ari, me dukat më mashtru nuk shkoj ati. Se nuk du të atrastoj amanetin të. Prandaj këto lunë qoke me juve. Se ju e keni trastu amanetin që keni marrë në qiell. Edhe gjellë ditën në lodhni se ju jeni matë mirë. Ju jeni me Zotin. Cilin Zot ju jeni. Tim Shkupi, e një koroni mirë, e një gerë matë mirë. Nuk muni me rajnë. Cile parti boni sot konferencë për shtyp, hajde bejtë, se të kam dost veqirë, se jenë Zvicërti, hajde, cila parti, a dulaj miki jotë me mojtë një konferencë për shtyp, me thonë se dënojmë ashpër keq përdorimin e flamurit shtetit Maqedonisë, që nisën nga Maqedonia me shku me mbrojt Vučićin në Beograd. Pse s'dol beq? Pse jenë pa dije, e kanë trastu amanetin. S'ka gjo për i tyne. Ato du të marrë të njerëzit që ka e marrin shkollën e Tim Shkupit. Nuk ka plasun e t'jam i pari. S'ban me trastu amanetin. Edhe me shpirt kur t'ka kriju Zoti, për me një herë kur i ka kriju gjithë, ka kriju ashtu si që je, dhe ndryshove këtë morë fund puna jote. Dhe sot ka ndodhë edhe arrestime tjera për rastin e Koçanit. Kurse ju që jeni sot këtu, nëse sot nuk zgjoheni me arte imami i shqiptarve, më ju stërpik me uj, pak më ju lag me uj, të botës sa më shueshmërisë e Zelit, ju keni me pas fatin e zi akoma ma keq se sa që e përjetojnë këta. Se ju vete keni zell. Vete keni zell. Vete keni zell, se s'keni reflektu, s'keni dit me marë frim. Dhe unë ka me qenë dëshmitar, ju keni me qenë dëshmitar, e mi. Dhe keni mu bind vetë
se va këmë dhonë lojmin e vërtet pak para shpërthimit. Mos të kanë fajpë se ti s'ke mësu edhe të kanë mashtru. Bano pa qdashës po thamë, bano njeri mirë. Nuk po thamë e ne 7 vjeca nejtën shqiptarët e Kosovës në gandizmin e Ibrahim Rugovës. Neve këtu na do të vetëm 6 muj, me thonë nuk mundemi. Edhe Zoti e zbretë rahmetin, jo vetëm për neve si shqiptar që flasme shqip, por edhe për grupe tjera etnike. Prandaj, kjo është ajo paraqitja, se situata nuk do të përmirësohet, për shkak se kemi tradhti dhe xahiliet madh, në të gjitha unë do të bëhet vetëm ma keq. Unë kam dëshirë të bëhet ma mirë, po me këto figura, me këto njerëzi, nuk e shot mirë ndikun, që e shoni dritë në tunel. Duhet gjeneratave të reja më jadhon këtë shkollë që ka e ka Tim Shkupi, që mu ngrit me vetdije, me qenë zote vetë vetës, mos me qenë vegla manipulative të njerëzve që janë xahila, se karma është karmë. Tradhtari tradhtohet, mashtruesi mashtrohet, vrasësi vritet, kurvari kurvëzohet. Kush ka thoni pari se o xhallarët janë kurvona? Tim Shkupi. Tash për ju dalin kurvalleqet edhe në për ekranet televizive dhe nacionale. Ju përshëndes, ju du shumë shqiptar kudo që jeni. Fala nga.